Tash do të bëjmë hymnin e flamurit të Amerikës, gjithashtu hymnin e flamurit të Shqipërisë. Përbashkuar me një dëshirë dhe një qëllim, të gjithë atje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur lutjen fetare do ta bëjnë Dervish Rama. Urdhënoni zotni Rama. Pari dishoj t'ju kërkoj ndjes se edhe pak si moshuar dhe ndoshta nuk shoh bashmirë, por me sa të mund të mundohem me ju bë të kënaqur. Dhe në radhë parë falenderoj komisionin për nderin që ka pas për të ftuar në këtë mramje të nderuar me rastin e lidhjes Prizrenit, që është ditë kujtimi e paharruar në zemër shqiptare. Dhe është zoti që kjo mbledhje dhe çdo fjalim që mban dhe mbledhjes që ban të realizohen me një aspekt të mnalt, me një bashkim të Shqipërisë etnike, me gjitha trojet e vjetra që ka pas. Uroj këtë natë me gëzim e lumturi. O i lavdruar, emri yt qoftë gjithmonë në zemrat e njerëzimit. O i madhi Perëndi, të lutem me gjithë shpirt që t'i ruash nga çdo rrezik Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ligjet cilat të gëzojnë liri të plot, mbajtur dhe ruajtur zakonet dhe traditat kombëtare. O i plot mëshirshmi, Zot,
të lutemi përvojësisht të dhurojsh mbarësi e lumturi komit shqiptar, të roj me nder e lavdi, i lirë e i pavarur si kundër të lutemi ty. O mbreti se listë supreme, që ti përkrahish dhe ti ruajsh, të ndihmojsh nga të gjitha të pa punëve, të miran e shqiptërisë nga çdo rrezik, qofshin persona ose shtete të mbrojsh. O krijuesi i gjithësisë, të lutemi me reverencë me bëjsh të gjitha dëshirat e atyre të dështojnë, po kush pranon të sabotoj ose të lakmoj grinjet e mezit shkatrimin e komit shqiptar, qoftë person o qoftë shtete. Zoti e dhasht e ndihmoft në të marrën e në bashkimin lavdi dëshmorëve të komit. Faleminderit shumë. Mrekulli, faleminderit. Ju lutem të mbajmë Ju faleminderit. Të marrjen tuaj sonte shfrytëzojmë rastin që t'ju informojmë shkurtëzi me një veprimtari të organizatës të kësaj mbrëmje pra të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Me pak fjalë mund të themi se kjo organizatë gjithmonë është munduar që të veproj e jetoj me qëllim gjithë shqiptar në çështjen rreth aspiratës finale të kombit ton atë të bashkimit kombëtar. Përmes e gjysmë shekulli, situata e kënditat e kohës imponuan që bashkëpunimi e komunikimi midis inteligjencës Shqipërisë, Kosovës, jo vetëm që nuk përkrahet, por edhe u luftua me të gjitha mjetet nga ana e pushteteve në fuqi të Beogradit dhe të Tiranës. Nga ky shkak, edhe sukseset e rezultatet e veprimtarisë lidhjes shqiptare të Prizrenit ishin të zbeta, të pakta e të vogla. Sot, lidhja shqiptare e Prizrenit, si organizatë jo qeveritare, mbështetet e përkrah qeverinë demokratike në dhe natyrisht se në kohën e sotme ekzistojnë divergjenca ideologjike e në shqyqim të parë edhe kombëtare e politike rreth mënyrës se shtrojtjes së veprimtarisë lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe atyre të qeverive në dhe. Sonte këtu konsiderojmë se është një interes të madh e me rëndësi gjithëkombëtare të paraqitet një iniciativë e re, ajo e hapjes dhe publikimit të dosjeve, të kongreseve e konferencave ku u vendos për fatin e zi të popullit shqiptar për trojet e tij si në Berlin, Londër, Paris, Jaltë e vende tjera. Megjithatë, rreth kësaj çështje me rëndësi do të duket të diskutohem gjërësisht para se të gjitha apo mbi obligohej individi, asociacioni, shoqënia apo edhe vetë subjekti që do të kesh program të zgjedhur mirë se si, kur, ku dhe si do të kishte mundësi të realizohet ky program. Ndihmën e përkrahjen kryesore për realizimin e këtij programi do të duhej të jepte mbështetja qoftë edhe shumë indirekte e qeverisë përkatëse në dhe. Pra, duke u lutur për hir të interesit të përgjithshëm kombëtar që të heqim dorë nga kjo veprimtari e dëmshme njëkohësisht, u themi se nëse në një shtet ka qeverisë një parti politike komuniste, nuk do të thotë se gati tërë populli ka qenë komunist. Si argument për këtë vlerësim mundet të merret fakti se qeveria 50 vjeçare u përmbys
prej vetë popullit mrena në dhe. Ne mendojmë se definitisht me një bindje të thellë se nuk gabojmë nëse të kalurën e individit, grupit apo dhe partisë dhe pushtetit të re nga fuqia ja lem historisë, si gjykues maj mirë dhe maj sakt e i pagabuar. Kështu veprojnë gjithë bota përparimtare, e pse jo dhe ne, që mos të krijojmë ndonjë konfuzion të dëshiruar e cekim se e kemi fjalën konkretisht për komunitetin tonë shqiptar që jeton e vepron në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk pëzgjatën shumë në histori, sepse për këte kemi sonte prezent historian ndër më të spikatuar që sot kombi ka. Pra në minutat që vijojnë do t'i ndigjojmë ata. Kështu po me mbetet gjë tjetër vetëm të mbylli këtë vështrim më shkurt në formë bisede me ju apo dhe si dialog, pra nuk ju kërkuam mirëkuptim. Ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme dhe njëkohësisht shprehur dëshirën që së shpejti në dheun tonë të lirë të bashkuar. Tash kam kënaqësinë të paraqes përfaqësuesin e Shqipërisë pranë Kombeve të Bashkuara, Sajmir Repishtin. Urdhëroni zotni Repishti. Të dashur bashkëdhetar, në emër të misionit shqiptar dhe të ambasadorit të Republikës Shqipërisë në Kombet e Bashkuara, zotit Plum Kulla, i cili nuk ishte i mundshëm që të vinte sot, më lejoni që të sjell kësaj mbrëmje përshëndetet tona më të ngrohta. Përshëndetet gjithashtu Komisionit të Mbrëmjes për këtë organizim të mrekullueshëm dhe të zotërve të lokalit për mikpritjen e tyre. Ngjarja që po përkujtojmë sot ka të bëjë me një faqe të ndritur të popullit shqiptar, pjesë e cilit jemi të gjithë ne këtu. Lidhja shqiptare e Prizrenit e krijuar nga burrat më të mençur të kombërit shqiptar, me mpregtësi, mençuri dhe me armë, mbrojtje trojet shqiptare nga coptimi. Personalitetet më të dëgjuara të jetës politike shqiptare të asaj kohe, si Ilyas Pash Dibra, Ali Pash Gucia, Abdyl Frashëri, Ymer Prizreni, Sulejman Vokshi, Ahmet Korenica dhe shumë figura të tjera, nuk u përkulën as para presioneve të Stambollit për të mos e mbajtur lidhjen. Delegatët nga të gjithë viset e Shqipërisë e formuan lidhjen shqiptare të Prizrenit vetëm 3 ditë para Kongresit të Berlinit. Gjithashtu duhet përmendur se edhe kjo lidhje doli me programin e vet politik për mbrojtjen e gjithë trojeve shqiptare. Ishte hera e parë pas vdekjes Skënderbeut që përfaqësuesit të gjithë shqiptarëve formonin një lidhje e cila do të udhëhiqte dhe drejtonte luftën për të mbrojtur drejtat e tyre. Shembulli i ngjarjes historike që po përkujtojmë sot le të shërbejë si shtytje për të bashkëpunuar më tej në drejtim të bashkimit të gjithë kombit shqiptar në një të vetëm. Le të na shërbejë dhe neve këtu, që pavarësisht se kujt force i përkasim, të bashkohemi në flamurin dhe në çështjen kombëtare. Edhe një herë ju falenderojmë duke shprehur bindjen se ngjarje të tilla historike do të kujtohen me solemnitetin që u takon dhe në të ardhmen dhe se për herë më shumë do të gjejmë në to vlera historike që i shërbejnë edhe sotshmes. Faleminderit. Shumë faleminderit.